nëse une pendohem, njeriu pendohet, kushdo qoftë që bën gjuna pendohet, pendimi i fshin këtë gjuna që ka bëjt kalumen? S'ka dyshim se këtë dert e kanë pas edhe sahabët. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, sahabët edhe do thon kësaj lloj pyetje kanë parashtu pejgamberit alayhis salam. Tregon do thon më kujtua do thon rasti i Amr ibn Asit që e ka pas dert do thon fshimin e gjunahave. Dhe vjen te pejgamberi alayhis salam, don Allahu që më pranu Islamin dhe vjen te pejgamberi alayhis salam me azgjat dorën dhe thotë ja Rasulullah, po du me pranu Islamin, duke pranu Islamin e tërheq dorën e tij. Dhe thot pejgamberi sa çka çtini ti me tërheq atë dorën tënde? Thotë ja Rasulullah, më kujtu mëkatet të cilat i kanë bë. I kanë bë më herët. A thu vallë Allahu xhaleshanu më fal gjunaat e mia? Pejgamberi alayhis salam buzëqeshë dhe janë nis me thon janë nis me njef, do thon dysa të mira që i ka bë se sebeb nëse ti punon ato s'ka dyshim se Allahu xhaleshanu ti fal gjitha mëkatet. Të thot a nuk është Islami që e ki pranu, që a nuk është Islami me t'i fshi gjunat të cilët i ke bo, a nuk është hijreti sebeb, hijreti që ke bo për Mekë e Medine sebeb që me t'i fshi gjunat, a nuk është haxhi sebeb që me t'i fshi gjunat, dhe më thonë të kalum të cilët i ke bo, s'ka dyshim se gjunat një njeri i cili i bën, nëse bën taube, s'ka dyshim se Allah xhaleshanu ja fshin gjunat të cilët i ka bo të gjitha. Islamu e gjubu ma qablahu, se hyrja në Islam i fshin gjunat e mëhershme, wa taibu min dhanbi kaman la dhanba la, dhe ai që pendohet nga mëkat është sikur sa ai që s'ka bërë asnjë mëkat. Bile Allahu e paguon edhe më shumë që ato gjuna që ka bërë ja shndron në vepra të mira, yubadilullahu sayyi'ati hasanat, Allahu ja zaventson ato të këqija dhe ja shndron në vepra të mira. Mirë, edhe një pyetje tjetër për fondet se koha mo na kaloi. Mirë, po nëse dikush ka një sasi të madhe gjunave, shumë gjuna, nuk ka një gjuna, ka një gjuna shembull lani namazit, një gjuna ka gibet, një gjuna ka pasurin haram, një gjuna ka mos respektimin e nënës së babës. Kur ka shumë gjuna, domethënë, çish pendohet për ato gjuna? Nëse dikush, domethënë, bën një gjuna, domethënë edhe pendohet, nuk lidhet me gjunën tjetër. Nëse ai gjunahi lidhet mes njëra tjetrës, atëherë domethënë duhet më pendu për atë gjuna komplet. Ama gjunahi, domethënë, mëkati ndaj mëkatit, nëse janë ndryshme, nëse pendohet për mëkatin e parë, domethënë nuk i pengon, domethënë mëkati i dytë. Domethënë nëse dikush shembull pin alkool, domethënë edhe pendohet për alkoolin, edhe nuk falet. Apo vjedh, domethënë ajo e vjedhme, domethënë për çdo gjuna veç e veç. Por nëse gjuna i lidhet me zveti, atëherë domethënë shembull, nëse unë bëj zina me një lavire, edhe pastaj pendohem, edhe pastaj shkon te lavira e tretë, e dytë. Atëherë domethënë pendimi nuk pranohet Allahu. Pse se ti e ke lënë që gjunoi, domethënë të cilën ke shkuar te gjunoi tjetër, lidhet me të parin. Sukur se shembull, unë po e lo alkoholin, a ka qetra on edhe po e marr drogën. Jo, nëse unë po e lo alkoholin, po pendohem, a ka në tjetër unë po pi domethënë drogë. Në këtë rast domethënë pendimi nuk është i vërtet, po duhesh më u pendu për gjunojën domethënë të cili është komplet. Sepse nëse gjunojë me gjunojën tjetër lidhet, atë duhesh më u pendu. Po nëse duke gjelon tuti gjunat për shembull, atë pendimi nuk është. Ama nëse mëkati ndaj mëkatit tjetër, nëse nuk ka lidhje, atëherë domethënë gjuna mëkatin e parë, që të cilën e ke bë pendohesh, atëherë nuk prish punë apo nuk lidhet me mëkatin domethënë e ditë. Do të na themi kështu, fillimisht njeriu do të pendohet për këtë gjendjen e tij të keqe që e ka, ta ndron këtë jetën e vet, e pastaj për çdo gjuna të pendohet, nëse don që pendimi i tij me koni lart. Nëse ai pendohet me fjalë, ama vazhdon veprat që janë kundërshtim pendimin e vet, ndonjë pendimi ka qenë më të hajgare se ka qenë vërtet.